E para, si kur të synonim diçka të tillë, unë e kam pas hapësirën te mandatari I parë. Te mandatari I parë nuk kam pas ndonjë afat se kur më vjen emri, e dini shumë mirë, nuk ka afat, mund të shtyhet 2-3 javë, por unë e kam bërë të kundërtën. Në konsultim me partinë e parë, kam kërkuar që menjëherë të nesërmën të më vi emri, në mënyrë që mos ta humbim as edhe një ditë tjetër. Pra aty ka qenë mundësia që mos të vim deri te kjo fare e të krijohet ndonjë perceptim I tillë. Pra me vetë faktin që aty nuk e kemi krijuar asnjë vonesë, edhe pse ka ekzistuar hapësira kushtetuese. Ka mujt me u bënu propozimi një javë, ka mujt unë me shty pastaj vendimin disa ditë. Pra me vetë faktin që nuk e kemi shfrytzuar një mundësi që na është leju, dëshmohet që nuk ka të bëj kjo me asnjë taktik vonese dhe nuk ka të bëj me ndonjë preferencë për datën nga ana ime. Unë e kryej detyrimin kushtetues sepse neni 95.4 thot presidentja mandaton. Aktgjykimi I gjykatës kushtetuese thot duhet të ketë kandidat tjetër. Dhe nuk mund të nxirret dekret për refuzim të kandidatit kur e ke propozimin mi tavolinë. Pra nuk ka asnjë preferencë të vetme nga ana ime për datën. Preferenca ime është kjo, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, të merren vesh rreth buxhetit ose potencialisht zgjatjes buxhetore. Këto preferenca I kam sepse këto janë në interes të Republikës së Kosovës. Dhe pastaj unë mendoj që marrëveshjet e tilla mund edhe të determinojnë deri diku proceset që vinë më pastaj. Mirë, po kjo I takon partive politike në kuvendin e Republikës së Kosovës. Sa I përket asaj që pyetet çfarë garancish. Siç e thash, askund në kushtetut dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Dhe ka dallim shumë të madh mes garancës dhe gjasave. Garanca japet në kuvend, prandaj edhe kërkohen votat aty. Kurse gjasat ofrohen në zyrën time. Si kur tishin 2 apo më shumë kandidat, atëherë detyrimi im është për të parë kush I ka nga ata gjasat më të mëdha. Lëvizja vetëvendosje dhe kandidati për kryeministër zoti Konjufca me cilin sapo e përfundova takimin kanë besim të plotë që mund të arrijnë votat e nevojshme. Por kjo ju takon atyre. Ju takon atyre që t'i bëjnë votat. Mua më takon që të bindem që kanë gjasa. Dhe mua më kanë bindur që kanë gjasa. Ashtu siç kërkohet nga aktgjykimi I gjykatës kushtetuese dhe e kam zbatuar këtë detyrim në përputhje siç e përmenda me neni 95.4 që tregon që duhet të ketë mandatar të dytë. Sikur mos kishte fare propozim, atëherë do të ishim në një situatë komplet tjetër, sepse nesër do të harxhohej afati. Sa I përket marrëveshjes mes partive politike, unë nuk e kisha fjalën marrëveshje për votim të qeverisë. Pra ato janë çështje me cilat merren vetëm partitë. I kisha fjalën për një marrëveshje mes partive politike të përfaqësuara në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe zgjatjes buxhetore dhe 2-3 vendime të tjera që I përmenda. Pra këto si çështje të tjera. Tani unë mendoj që akoma ka hapësirë që partitë politike të arrijnë një dakordim të tillë. Nuk po them që ata ma kanë thënë këtë gjë, mirë po nuk dua të dorëzohem nga përpjekjet, sepse është çështje tepër madhore që të dorëzohemi kaq herët. Pra, në qoftë se qytetarët tanë do të kenë paga, në qoftë se institucionet tona do të jenë funksionale, qoftë se do ta kemi një polici e një ushtri të lënë anash apo jo, këto janë çështje tepër madhore për të thënë unë sot s'ka shansa. Unë dua të jem optimiste dhe dua të besoj që të gjitha partitë politike do ta vendosin interesin e shtetit të parin, sepse shumë më rëndësi se sa nëse zgjedhjet të mbahen me datën X ose Y, është çka bëjmë në këtë hapësirë para zgjedhjeve. Çka bëjmë ne si institucione, çka bën secili deputet I Republikës së Kosovës para se të dalë në qoftë se veç eventualisht ka, sepse ne për momentin duhet të presim tani kandidatin e ri që të bëj tentativën e dytë dhe nuk kemi asnjë paragjykim,
përveç që jemi të bindur që ka gjasa nga vlerësimet që na ka dhënë kandidati për kryeministër. Pra, shpresa ime është që ka hapësirë për diskutime mes partive politike dhe si presidente do të angazhohem deri në momentin e fundit që të arrijm dakordim rreth këtyre çështjeve. Mendoj që ka hapësirë, megjithatë nuk po e marr këtë si konkluzion nga ajo që më kanë thënë t'jem e qartë kryetarët e partive, por thjesht nga situata që e shoh edhe nga fakti që besoj e njoh shumë mirë skenën politike në Kosovë. Atëherë mua më vjen keq që kanë deklaruar ashtu kryetarët e partive, ata më njohin mjaftueshëm për ta ditur që unë veproj vetëm 100% në përputhje të plotë me kushtetutën dhe e din shumë mirë që mua kushtetuta vërtet nuk më ka lënë rrugë tjetër. Sepse diskrecioni është kur ke disa opsione dhe duhesh me zgjedh cili ka gjasat ose cila më të mëdha. Kurse sa i përket mandatimit kur e ke vetëm një propozim, kushtetuta thot presidentja mandaton. Pik. Jo mund të diskuton, menohet pak, e shea ka s'ka, jo. E mandaton. Është shumë e thjeshtë e drejt për drejt gjua e kushtetutës, njësoj siç janë gjykimet e gjykatës, të cilat unë e citova, nuk bëra interpretim siç po bëjnë të tjerët. E citova paragrafin 93 e gjykimit KO 103 thyje për 14 dhe vlerësojeni ju vetë. Gjykata rithekson se neni 95 paragrafi 4 i kushtetutës kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Pra këto rregulla nuk i kam shpikur unë, as gjykimet e gjykatës kushtetuese nuk i kam shkruar unë, atëherë në vitin 2014 e dini ne disa kemi pasur qëndrime ndryshme, por i kemi respektuar në tërësi dhe njësoj e bëj edhe sot. Pra, jo vetëm që jam e bindur, por jam 100% e sigurt që kam vepruar në përputhje të plot me kushtetutën dhe përtej kësaj, koha do ta dëshmoj që jam duke vepruar vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe të askujt tjetër. Këtë detyrim e kam unë. E jo të merrem me fontan dëshirash. E para. E dyta, sa i përket asaj se qeverit krijohen me marrëveshje mes partive. Natyrisht kjo është mundësia e parë. Por mos harroni, në historinë e kuvendit të Republikës së Kosovës keni për plot raste kur deputetët kanë votuar ndryshe nga deklarimet publike të partisë. Unë kam qenë një prej tyre, e dini shumë mirë, në vitin 2014, partia ime, më konkretisht, ish kryetari partisë ime, t'jem më e qartë, ishte propozuar për kryeministër dhe unë e kam votuar kundër. Atër ka pas jo vetëm një deklarat, po ka pas vjetra deklarata që ky është qëndrimi i partisë, edhe në fund unë dhe më duket 5 deputet të tjerë atëherë të LDK-s patëm votuar kundër. Deputetja Donika Kadaj në vitin 2021 ish deputetja, keni të drejtë, po ka qenë shumë gjatë e tash na ka mbet. Pa të votuar kundër krijimit të qeverisë Hoti që ka qenë parti, ku ka qenë edhe partia e saj, ju kujtohet Teuta Rugova, pa të votu për një qeveri që nuk ka qenë pjesë e partisë sepse ne pa të mbet në opozit. Pastaj ka qenë AKR-ja që totalisht pa dalë në anën tjetër. I kemi 2 deputete, një nga PDK, një nga AAK, që më kanë votuar dhe i falenderoj shumë për presidente, duke mos lejuar që krijimi i institucioneve të mbetet pjesë pengilisë të serbe. Pra, keni dhjetra raste dhe këtu po i marr vetëm kur janë kriju qeverit, ose është votuar për president, shembuj. Pra, mua më duhet ta respektoj atë që thot kushtetuta, dhe që është ripërsëritur në dhjetra gjykimet gjykatës kushtetuese. Po citoj, deputetët kanë vullnet të lirë dhe jo detyrues. Deputetët le të votojnë si të dojnë, unë asnjërit nuk i përzihem. Mirë po unë nuk mund të paragjykoj vullnetin e deputetit individual. E para. E dyta,
siç e thash më herët. Te presidentja nuk kërkohet garancë, te presidentja kërkohen gjasa. Gjasa. Gjasat janë gjasa. Dhe unë jam e bindur që gjasa ka. Por a do të ketë 61 vota e më shumë, është çështje që i vendos seanca dhe vendosin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Akoma jam shpresë plot që gjithë do të gjendet një rrugë përpara, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, rreth pagave të qytetarëve tanë, sepse vendi ynë mund të mbetet në një situatë të rëndë e të paprecedente. Unë jam e bindur duke pas parasysh praktikën që e patëm me zgjedhjet e nënshkurtit, që pavarësisht kur mbahen zgjedhjet gjatë muajit dhjetor, certifikimi mund të zgjasë shumë. Pastaj, sepse po ka shumë ankesa, mes kandidatëve është fjala. Po ka shumë ankesa mes kandidatëve, certifikimi po zgjatë. Pastaj, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar. Çfarë pasoja ka në qoftë se kuvendi nuk konstituohet brenda 30 ditësh? Pra mundësitë që të shtyhet për tej 30 ditëve ekzistojnë teorikisht. Dhe për shkak të përvojës së keqe që e patëm gjatë kësaj viti, ne duhet të jemi të përgatitur edhe për vonesa të tilla. Dhe pastaj sërish vjen marsi e prilli dhe ne ballafaqohemi me situatën e zgjedhjes së institucionit të presidentit. Edhe aty, nëse nuk bëhen 80 vota, hymë në një krizë të re, sepse as nuk dihet deri atëhera do të kemi kuvend të ri. Pra, më mirë të mendojmë për qytetarët, ta kemi një zgjatje buxhetore, mos t'i humbim 800 milion të Bashkimit Evropian, 100 milion të Bankës Botërore, plot projekte tilla, mos t'ja mundsojmë armiqve të Kosovës që të gëzohen nga mos sukseset e Kosovës. Unë jam e bindur që ka mundësi që të arrihet një dakordim në pako për një sër temash ndërmjet partive politike. Tani kandidati për kryeministër i ka 15 ditë, po kjo është maksimumi. Nuk është e domosdoshme që të gjitha të shfrytëzohen, por ajo i takon kandidatit për kryeministër. Gjatë këtyre 15 ditëve, ai duhet t'i bind deputetët. Pra, prandaj edhe ekziston periudha ku krijohet pastaj ajo garanca për të cilën po flasim.